Vlora është përfshirë në ditët e fundit nga një regjim i errave me origjinë subtropikale nga kontinenti i Afrikës. Ato nuk janë të zakonshme për qytetin, ndërsa shpejtësia e këtyre errave ka qenë 10, 12 deri 14 metra për sekond. Ato kanë mundësuar edhe prurjen e grimcave të rërës, me origjinë nga shkretë të tjera Saharas. Situata meteorologjike ka qenë e tillë edhe gjatë kësaj të njëjteje në qytetin e Vlorës. Me flukerin që mat intensitetin dhe shpejtësinë e errës, meteorologu i njohur Todimitro thekson se kjo është një erë karakteristike e Shirokut me drejtimin jug-juglindje dhe që vjen nga brigjet e Afrikës. Shpejtësia e saj nuk është uniforme, dhe ajo kalon 2 metër për sekond. Sipas meteorologut Todimitro, pritet që në orët në vijim të ketë ndryshim të kushteve meteorologjike që do të shoqërohen me zbritje të temperaturave. Kjo lloj ere ka drejtimin jug-juglindje dhe quhet era e Shirokut. Është një erë karakteristike që vjen nga brigjet e Afrikës dhe në meteorologji kjo lloj ere quhet me rapje, pasi nuk është shpejtësia e saj nuk është uniform. Erë vemi 15 deri 20 metër për sekond, erë i kalojmë të 20 metër për sekond. Për ta kthyer në kilometra në orë në bazë të kodit meteorologjik, kjo shumëzohet me 3.6. Gjatë ditës së nesërme, por kysh sonde në mbrëmje në meteorologji quhet ora 6 deri në orën 10. Pas orës 10 quhet natë. Duke ardhur rreth orës 6, intensiteti i erës do të zbresi, ndërsa nesër nga drejtimi jug-juglindje do të kaloj në drejtimin jug-jug-perëndim. Pra, meqense jemi në Vlorë, do kaloj nga Shkolla e Marinës për në plazhin e vjetër. Dhe do të shoqërohet me një zbritje temperature 2 deri në 3 gradë.